Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi në takimin tonë të katërt të fazës çerik finale. Në këtë takim do të kemi shkollën e Tiranës Petronini Luarasi, në krahun tjetër shkollën Sami Frashi nga Përmeti, përsa i takon kualifikimit në gjysmë finale. Pra sot do të zbulojmë edhe gjysmë finalistin e katërt të debateve të këtij edicioni të Territory Debate. Më ne në këtë gjykim do të kemi Brisida Surën nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, Gjenxhet Madhin, tashmë e njihni, nuk është e nevojshme ta prezantoj, megjithatë ju e njihni që është një nga anëtarët më të mirë. Shaka. Është një figurë shumë e njohur për sa i përket rinisë shqiptare dhe shoqërisë civile, nga ana tjetër, për te shakave, je dhe një figurë shumë e mirë politike, e vlerësojmë shumë pjesëmarrjen tuaj në zgjedhjet e fundit parlamentare, megjithatë. Se më është një zgjedhje shumë e mirë nga shoqëria civile, ku Eugenia Gjoka, pjesë e departamentit filozofisë në Fakultetin e Shkencave Sociale, dhe pa humbur kohë do të fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave. Ndaj do të zbulojmë temën për cilën do të debatojmë dy skuadrat që përmenda pak më parë, rëndësia e riciklimit apo bëjmë mjaftueshëm. Jemi dakord me temën? Jo, nuk është se kemi zgjedhje tjetër. Megjithatë do të ndajmë tani edhe qëndrimi pro dhe kundër, kështu që do të ftoj një nga anëtarët e skuadrës së Petroninit për të bërë përzgjedhjen te globu i vogël. Artild apo jo? Okej. Më në fund e mësova emrin të. Me Pamelën Pashollari, dhe. E zbuluam qëndrimin. Kemi 7 minuta kohë përgatitore për të bërë gati për debatin e parë, debatin e skuadrave, debatin e grupeve, debatin ku të gjithë anëtarët e skuadrave do të kenë të drejtën të flasin, do të japin argumentet e tyre mbi temën rëndësia e riciklimit apo bëjmë mjaftueshëm. Do të fillojë skuadra që marrin qëndrimin pro dhe do të pasojë pastaj nga skuadra që marrin qëndrimin kundër. Suksese. Përshëndetje, unë jam Anale Kuriqi dhe ne përfaqësojmë Gjimnazin Petronini Luarasi Tiranë. Fillimisht ju uroj suksese në këtë debat. Ne si ekipi pro bëjmë tezën se riciklimi në mënyrën si është konceptuar e zbatuar deri më sot e ka treguar veten të mjaftueshme në përballje me problemet mjedisore të kohës sonë. Në momentin që ai zbatohet me korrektesë dhe mbështetje të qytetarëve dhe të institucioneve, ai bëhet një armë e fuqishme që ul ndjeshëm nivelin e mbetjeve, kurse mburimet natyrore si dhe ul ndotjen ajrore, toksore edhe ujore. Statistikat flasin vetë. Vendet të cilat kanë investuar në sistemet moderne të riciklimit, si Suedia dhe Gjermania, i ka rezultuar rreth 60% të mbetjeve vitore të ricikluara. Edhe Shqipëria ka ndërmarrë hapa drejt kësaj rruge, ku sipas Instatit rreth 17% e mbetjeve riciklohen. Kjo është një shifër që vit pas viti vjen arritet. Pra problemi nuk shndron tek riciklimi, por tek zbatimi korrekt i tij. Ku në momentin që mbështetet nga politika të qarta, edukim edhe infrastrukturë, ai bëhet mjeti më i fuqishëm drejt të ardhmeve të gjelbër. Ju faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Pamela Pashollari dhe ne përfaqësojmë Gjimnazin Sami Frashi i Përmet. Është një nderë dhe një kënaqësi e veçantë të ndajmë së bashku këtë panel debati. Pikë së pari do doja t'ju falenderoja dhe t'ju përgëzoja për prezantimin dhe për argumentat e parashtruar. Po kam një pyetje. A është kaq e rëndësishme sa që paraqitet në sytë e publikut e sa që po hiperbolizohet i gjithë kjo praktika e riciklimit? Mos ndoshta është mit apo fasade gjitha kjo praktik? Industria kimike dhe prodhuesit e plastikës po e promovojnë riciklimin si zgjidhje, kur janë shumë mirë të vetëdijshëm për pamjaftueshmërinë e tij. Kjo gjë ka kufizuar politikat për zhvillimin e rregullores për kufizimet e plastikës si një përdorimshë. Siç e shohim, riciklimi po përdoret si mjet nga kompanitë për të arritur qëllimin për të qenë të suksesshëm në treg përballë konkurrencës që shihet në ditët e sotme. Për ta përmbyllur do thënë një shprehje të Martin Luther Kingut. Koha është gjithmonë e duhur për të bërë atë që është e drejtë. Dhe e drejta është se ne nuk kemi duke bërë mjaftueshëm për riciklimin. Duhet bëjmë më shumë. Ju faleminderit. Përshëndetje, quhem Frank Ismaili dhe dëgjova me vëmendje argumentin tuaj për zbija dakord që në thelb. Shqipëria, edhe pse një vend në zhvillim, po bën sa mundet për të siguruar një mjedis sa më të pastër. Nëse përmendim aspekte të ndryshme të saj politike riciklimi, mund të listoj bashkëpunimin me Agjencinë Franceze të Zhvillimit për mjedisin, e cila jep një grant prej $19 milion për investime në infrastruktura ricikluese në vendin tonë.
apo parkun e ekonomisë qarkulluese në Kruj, i cili është një park i cili promovon ekonominë qarkulluese në vendin tonë, dhe më duhet të theksoj, asgjë s'bëhet përsa për fasadë. Këtë e them sepse Shqipëria është një vend i cili aderon për të hyrë në Bashkimin Evropian, dhe vende si Gjermania apo Suedia, lidera botror të riciklimit, arrin 70 deri në 80% riciklim. Kë model tjetër do të ndishte vendi ynë, por një model të një vend në Bashkimin Evropian. Përposë gjithash, a nuk shihni çdo ditë rrugë më të pastra dhe kosha ricikluese në qytetin tuaj? Unë shoh. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Branko Shenati dhe doja që të kundërshtoja disa pika që u përmendët. Ju përmendët disa investime që janë bërë ndërkombëtarisht, mirëpo jo gjithmonë ato janë transparente, mirëpo mund të bëjnë edhe për përfitime personale, pasi ata shohin anën e subvencioneve. Ne mbrojmë se riciklimi nuk është aq efikas sa që duket, madje duket si një iluzion që çeton ndërgjegjen. Shumica e mbledhjeve plastike nuk riciklohet, pasi është e përzierë me mbetje të tjera, është e kontaminuar dhe ka kosto të lartë për punimi. Dhe për këtë arsye ajo depozitohet në landfille, digjet apo eksportohet, duke zhvendosur problemin diku tjetër dhe duke i zënë zgjidhje reale. Qendra e Integrimit Klimatik në SBA thekson se mbi 90% e mbetjeve plastike nuk riciklohet. Madje në SBA 5 deri në 6% riciklohet, kurse pjesa tjetër përfundon në incinerator. Ne besoj se është më mirë që ta zhvendosim vëmendjen tonë në mënyra më eficiente, siç është reduktimi i burimeve dhe ripërdorimi. Dhe jo të fokusohemi tek metoda kaq komplekse. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Desart Meço dhe ju falenderoj për argumentet tuaja. Është e vërtetë që riciklimi nuk është në nivelin më të lartë në Shqipëri, por ky është një tregues teknik. Suksesi i riciklimit nuk matet vetëm nga një përqindje mekanike, por edhe nga ndërgjegjësimi dhe sjellja qytetare. Sipas sondazhit të Institutit Piepoli në vitin 2023, 51% e qytetarëve besojnë se menaxhimi i mbetjeve është përmirësuar në krahasim me 4 vite më parë. Kjo nuk është një reklam për bashkinë apo propagandë. Është provë që ndryshimi po vjen. Dhe ky ndryshim ndodh nëpërmjet ndërgjegjësimit, veprimit dhe vullnetit të hekur. Nëse në një qytet si Tirana me 800.000 banor është në këtë rrugë, atëherë është e qartë. Nuk jemi pasiv. Ne po ecim. Dhe po, jemi duke bërë më shumë se ç'ne mendojmë. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Vesa Jaçe dhe respektoj argumentin tuaj Desart. Megjithatë, ju thoni që mbetjet plastike kanë filluar të bien dhe jemi përmirësuar. Mbetjet plastike do të dyfishohen si pasojë e CD-s deri në 2060 pavarësisht përpjekjeve tona. Riciklimi është si një fashon mbi një plag e cila mund të ishte shmangur. A është më mirë se asgjë? Po, por nuk është opsioni më optimal. Fakti që ne nuk po bëjmë mjaftueshëm duket nga shembuj të tillë si BE-ja, ku vetëm 38% e mbetjeve arrihen të riciklohen. Kjo tregon se edhe një nga vendet më të avancuara nuk po riciklon mjaftueshëm. Ne duhet që ta parandalojmë problemin që në mënyrën që prodhojmë dhe konsumojmë. Gjithashtu duhet të jepet pak më shumë rëndësi ripërdorimit dhe reduktimit, pasi janë zgjidhje më të efektshme dhe më të drejta për të ardhmen. Riciklimi është thjesht pjesërisht rregullimi i problemit ekzistant. E siç thon filozofët modern ose ndryshe normat shqiptare, më mirë se bësh pis fare se sa të rish 3 ditën ta lash. Faleminderit. Vesa, përshëndes dhe të falenderoj shumë për argumentin tënd dhe do vazhdojmë prapë me këtë të mamadëve shqiptarë. Do dohet shumë të përshëndes dhe gjithë mamat, por problemi është bërë pis tani. Nuk kemi çfarë të bëjmë, është bërë pis dhe duhet ta pastrojmë, duhet vazhdojmë dhe të vazhdojmë dhe të shohim aktualitetin dhe të merrem me këtë çfarë po ndodh tani. Dhe ju thatë më përpara që ka njerëz plot që përfitojnë nga ndotja dhe nga ky riciklimi që sipas grupit tuaj që ka thjesht një fasadë dhe një diçka e madhe për të mbyllur këtë plagë të hapur dhe thjesht një gënjeshtër e madhe. Por e dini se sa shumë njerëz ka që përfitojnë nga ndotja që thjesht marrin përpas kompanitë dhe vlerat e tyre të kompanive që të shtohen sa më shumë duke ndodhur vende të tjera. Le të marrim rastet më të mira, le të marrim Gjermaninë që ka vetëm 6% burime të saj natyrore të përdorura. Pra, vetëm 6% të resurseve. Imagjinojeni çfarë ardhmë ndritur për Gjermaninë. Le të imagjinojmë le të hidhemi në Francë, ku deri në vitin 2050 100% e ekonomisë franceze do të jetë një ekonomi rrethore, pra do të jetë 100% e riciklueshme. Nuk po them që po bëjmë më të mirën dhe utopin, por po bëjmë më të mirën që kemi në dorë. Faleminderit.
Përshëndetje, unë jam Kristina Ferrati, e vlerësoj mendimin tuaj, por nuk bie dakord me të, pasi jo të gjithë ata që merren mendotje, pra nuk bazohen mbi politika transparente. Thënë kjo bashkëngjitur dhe me argumentin tim, mbi 90% e plastikës as nuk riciklohet sot. Kjo për shkak të faktit se ose është në kosto tepër e lartë, ose edhe degradohet edhe cilësia, gjithashtu ka dhe një shumëllojshmëri plastike që nuk mund të riciklohet, apo edhe për shkak të elementeve ndotëse që ato përmbajnë. Gjithashtu shikojmë edhe një qasje tepër kontradiktore, ku ne hedhim plastikën në këto kosha përkatës, por ku përfundon kjo plastik? Ose në landfille, ose në toka, ose në liqene, madje edhe në tasin e supës që u hani nëpërmjet mikroplastikës. Siç thotë edhe populli, zgjem me një lule pranvera, e njëjta gjë vlen edhe për riciklimin. Nuk mjafton vetëm një kosh blu për të bërë këtë ndryshim të madh. Edhe në raste ku me entuziazëm ne duam të riciklojmë, sërish një shishe plastike është tepër e papërfillshme, pasi mund të ndodhë që do duket thjesht faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Eliza Matushi dhe përfaqësoj klubin e debatit të Gjimnazit Petronimi Luarasi Tiranë. Unë do doja që të kundërshtoja të gjitha argumentet e thëna deri tani, duke vënë në dukje faktin se ju jeni të katërt përsëritës në atë që po thoni. Dhe mbi të gjitha ne qëndrojmë pikërisht tek pyetja kryesore që është apo bën Shqipëria mjaftueshëm në këtë lloj aspekti. Atë po kuptoj vitin 2011 kur Shqipëria ka miratuar ligjin për mbrojtjen e mjedisit, po në 2011 u miratuar ligji për integrimin e mbeturinave dhe sërish në vitin 2020 dhe vazhdon që në ditët e sotme është strategjia ose më saktë marrëveshja e Parisit për klimën. Pra ligjet ekzistojnë, por sfida qëndron tek terreni ku këto ligje do të zbatohen. Pra kemi mundësuar ne si qytetarë të krijojmë një terren që këto ligje të zbatohen, sepse tek e fundit çdo çështje sociale është edhe individuale. Ndryshimi nis nga ne qytetarët, të cilën dhe këtu në debat, por edhe në rrugët e Tiranës kërkojmë ndryshim tek e fundit. Ju falenderit. Shëndetje, unë jam Emri Zaimi, e respektoj shumë mendimin tuaj, por nuk bie dakord me të, sepse mikroplastika po bëhet gjithmonë dhe më e pranishme në ditët e sotme. Kjo do të thotë që reformat e riciklimit kanë pak ose fare efekt. Riciklimi bëhet në një cikël të hapur dhe kjo do të thotë se mikroplastika përfundon sërish në natyrë. A nuk ushqehemi ne në natyrë? Pra dalim në konkluzionin që nuk po bëjmë aq sa duhet për riciklimin e mikroplastikës. Ne duhet ta parandalojmë atë që në rrënjë, që në burim. Pra jo të riciklojmë mbetjet plastike të produkte, por të detyrojmë fabrikat që në produktet e tyre të reduktojnë plastikën. Kemi dhe një çështje tjetër si eksporti i mbeturinave. Në qoftë se do të bëjë riciklimi tyre, atëherë pse duhet ne të eksportojmë mbeturina? Faleminderit. Përshëndetje, quam Neo Hajdinaj. Faleminderit shumë për argumentet që dhash, por dëgjova një sentiment nga grupi kundër që ne nuk po bëjmë mjaftueshëm sepse nuk kemi arritur akoma një nivel të lartë të riciklimit. Por realisht një vend që Shqipëria po bën çmundet për të arritur standardet evropiane. 1. Nuk ekziston vetëm mikroplastika, ka lloje të tjera mbetjesh. 2. Shqipëria ka bërë edhe është duke vazhduar të bëjë përparime të mëdha për riciklim. Edhe pse mund të jemi larg standardeve evropiane, nuk mund të harrojmë që krahasohen me vendet e tjera të Gadishulli Ballkanik, si Kosova dhe Malizi, që kanë 4.7% e riciklimit, ne kemi shumë më të lartë. Në Shqipëri për momentin operojnë rreth 30 kompani private riciklimi që kanë kapacitet përpunues 500.000 tonë në vit, gjë që mjafton për të përpunuar gjithë mbetjet e riciklueshme të prodhuar nga ekonomia e vendit. Gjithashtu në Shqipëri është miratuar AKEN ose Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve, që promovon ndarjen në burim edhe ndalimin e djegjes së mbeturinave, gjë që është shumë e dëmshme. Bashkia gjithashtu ka filluar me projekte konkrete për ndarjen e mbetjeve në burim në përlagje pilot, gjë që do të rrisë ndërgjegjësimin mjedisor për qytetarët. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Stefi Sadiku. Siç e theksuat edhe ju, është e vërtetë që ne kemi marrë masa për riciklimin, por dua të theksoj se ato nuk janë të mjaftueshme. Arsyeja kryesore për këtë është se ne nuk e kemi një sistem të duhur të menaxhimit të mbetjeve. Në shumë qytete sot, sidomos në vendet në zhvillim, ku bën pjesë edhe Shqipëria, nuk ka një sistem të mirëfillt të mbarjes në burim, mbledhjes së diferencuar apo përpunimit të mbetjeve që janë të riciklueshme. Koshat e riciklimit në qytete janë të pakët ose mungojnë dhe gjithashtu autoritetet përkatëse nuk sigurojnë politika të tilla apo këshilla përkatëse për qytetarët, të cilët të informohen në mënyrë se si duhet të riciklojnë.
Kjo tregon se nivelet e riciklimit janë të ulta dhe ashtu si dhe Kristina përmendi, shumica e mbetjeve përfundojnë në landfille ose në natyrë. Siç mund ta shikojmë, të gjitha këto tregojnë se pas sisteme të duhura, riciklimi është më shumë një ideal sesa një praktikë reale. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Matje Ndina dhe i dëgjova të gjitha argumentat duke nisur që nga ankesa të gjitha ankesat tuaj që kishin gjitha pretendimet, duke nisur që nga infrastruktura, vazhdojmë më pas me mikroplastikën, por më kapi vëmendjen fakti i kompanive. Unë nuk mendoj që reklamimi i riciklimit është diçka negative. E nisim këto nga jeta e përditshme. Ne kemi bërë shumë për riciklimin dhe kjo vjet re tani më në marketet që unë shkoj për shembull, për nevojat e përditshme e di me siguri që aty organizata lokale shkojnë për të mbledhur jo vetëm produktet plastike, por edhe ato metalike. Do thoni ju kush kjo lagja jote vërtet është nuk mund duket e pabesueshme. Por sipas një studimi të UNICEF dhe një miratimi nga OBSH, janë kompani si Coca-Cola dhe Pepsi, të cilat angazhohen botërisht në riciklim. Riciklim për të përfituar në produktet e tyre. Kjo nuk është as pak negativ apo jo. Gjithashtu në Shqipëri përveç këtyre kompanive është edhe Erzeni. Këto ka një ndikim gjigant në ekonominë tonë dhe nuk mund të themi që është një gjë negative. Faleminderit. Atëherë, përshëndetje, unë jam Mirsa Mullara, respektoj mendimin e parafolësit, por deri si qëndron puna, riciklimi është si një pikë në një oqean. Sipas OKB-s, vetëm 1% e plastikës të prodhuar në një herë është ricikluar. Pjesa tjetër është djegur, depozituar ose ka përfunduar në oqeanin. Çdo vit 11 ton plastik dërgohet në oqeane, dhe nëse vazhdon kështu deri në vitin 2020, ky shifër do të trefishohet. Vjen për të përmendur dhe mikroplastika, e cila përbën një problem të madh për shëndetin publik, duke qenë se pjesa e ujit që pim, kripat dhe placenta e njeriut është këmban e alarmit për shëndetin tonë. Pa përmendur faktin që riciklimi është i ngadalt, i paorganizuar dhe i paqëndrueshëm. Nëse duam të shohim ndryshim, riciklimi nuk është zgjidhja e vetme. Shumë faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Berdan Spahia dhe do të mbroj anën kundër pro të këtij debati. Në fillim, duam të themi se po, sfidat ekzistojnë, por Shqipëria nuk ka ndalur zhvillimin. Ne jetojmë në një periudhë të transformimit të gjelbër, ku energjia e ripërtërishme, aleancat ndërkombëtare dhe ndërgjegjësimi i vazhduar i popullit po japin frytet e tyre. Të thuar se ne nuk po bëjmë mjaftueshëm, do të thotë të ulesh poshtë gjithë përpjekjet të bëra deri më sot, shpesh në kushte të vështira. Gjatë debatit, thatë se investimet janë të pamjaftueshme dhe se riciklimi nuk përbën një zgjidhje të vërtetë për problemet mjedisore. Gjithsesi, siç e thatë dhe vetë, riciklimi është një fasha. Para se të fillojmë të qepim plagën, njëherë duhet të ndalojmë rrjedhjen e gjakut. Gjithashtu, pavarësisht nga statistikat relativisht të ulta, shohim se riciklimi në Shqipëri dhe në vende të tjera po vjen në rritje. Të gjitha këto na bëjnë të arrijmë një konkluzion. Shqipëria po lëviz në drejtimin e duhur, dhe kjo lëvizje duhet të mbështetet, jo të mbytet nga një frymë pesimiste. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Johana Ramalli. Siç përmendën në anëtarët e skuadrës time, ne jemi duke u përballur me një pamjaftueshmëri të kohës dhe financimit për këtë proces. Gjithashtu, vullnet duke që duhet të jepet më rëndësi përdorimit dhe burimit të mbetjeve, dhe gjithashtu mos fillojmë të flasim për mos efikasitetin e këtij procesi. Ne, si nxënës të gjimnazit Samir Frashëri përmet, besojmë se dia është fuqi dhe pasuri. Nëse Samir Frashëri do të ishte sot midis nesh, ai me mençurinë e tij ndoshta do të na thoshte: fjalorët janë për të mësuar fjalët dhe jo për të fshehur mbetjet. Në realitetin e sotëm, pavarësisht fjalëve të shumta, ne nuk jemi duke bërë mjaftueshëm. Prandaj, është momenti që fjalët të lihen me njëjtë dhe vendin e tyre ta mbushin veprat. Detyra jonë është ta pastrojmë Shqipëri dhe më pas me plot bindje të themi: po, Shqipëria do të bëhet. Ju falenderit. Mirë, që jemi përpara jemi dhe që do bëhemi, kështu që qëllimi është pozitiv, apo do të vjojmë debatin, në debatin e dytë, debatin e liderave, një nga debatet që është edhe më i vështirë, do të thonë, për pos faktin që nuk i dim temat, edhe pse të shkëm pjesa me marrë temave janë zbuluar, për gjatë debateve që kemi zhvilluar deri më tani, dhe i brisi do të ketë nderin këtë herë për të përzgjedhur temën. Eugena, okay.
Kush do doni që ta zgjidhë këtë temë? Linxheti. Eugena. Po që temë bukur mund ta mbaj. Inteligjenca artificiale është një instrument i rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Nuk e ndryshojmë dot për pos shakave. Po, Pamela do të zgjedhësh qëndrimin. Pro sekundë, po. Kundër. Po, faleminderit Pamela. Nga ky moment keni 7 minuta kohë për gatitor. Jemi gati të fillojmë debatin e dytë. Debatin midis Pamelas dhe Artildit. Nga Petronini dhe nga Sami Frashi. Okej? Mund të filloni nga 2 minuta për 4 minuta në total. Përshëndetje gjithëve, kënaqësi të përfaqësoj shkollën time në debatin e liderave, do doja të filloj dukuruar të dy skuadrave shumë sukses dhe veçari dhe Pamelës të gjimnazit Sami Frashi, qoftë një debat i mbar dhe me fakte të buta dhe duke i mbushur mendjen dhe jo duke hedhur poshtë, siç ka qenë rregulli i artë i këtij kampionati para 2 sezonesh. Do doja të nisja me çfarë është inteligjenca artificiale. AI-ja është një mjet që është bërë nga ne, është shpjeguar nga ne për të kryer nevojat tona dhe patjetër që mos na dalë neve sipër. Pra, është një instrument që përdoret në përditshmërinë tonë nga vetë ne dhe komandohet nga vetë ne dhe të gjitha gjërat që bën për ne janë lehtësira. Është një mjet që në Meksik ka diagnostikuar kancerin deri në 65% më shpejt se sa mjekët nga studimet të bëra në Angli dhe në Amerikë. Gjithashtu, ndihmon në drejtësinë dhe në transparencë. Mund të marrë një shembull shumë të thjeshtë, vitin e kaluar në zgjedhjet e Senatit për kryetarin e qeverisë nxënësve në gjimnazin Petronini Luarasi, numërimi është bërë me inteligjencë artificiale, ka qenë një proces shumë i shpejtë, shumë transparent, shumë efikas dhe gjithë procesi i numërimit ka mbaruar një kohë rekord për gjimnazin tonë, por jam shumë i sigurt dhe për gjimnazet e tjera do të ishte perfekte. Dhe do doja të synoja dhe të tregoja të gjithëve që mos të ngatrohen, sepse inteligjenca artificiale nuk është vetëm ChatGPT-ja që më përdor për të bërë detyrat e shtëpisë. Dhe le të jemi me këmbë në tokë, siç vazhdojnë të rritet njerëzime dhe siç vazhdojnë të rriten idetë tona dhe zbukurohen dhe bëhen më të sakta brenda ditës, brenda viteve, do doja t'ju kujtoja një shprehje që mamaja ime më thot shpesh. I duruar i fituar, i thot populli. Vazhdojmë të durojmë dhe vazhdojmë të ndjekim hapët e qëndrueshëm për një të ardhme më të mirë me inteligjencë artificiale që nuk na drejton neve, por është aty si shërbim dhe si një instrument i përditshëm për ne. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, nuk besoj se është më në veshën prezantimi sepse tashmë e njohim shumë njëri tjetrin. Fillimisht do doja t'ju uroja suksese gjimnazit tuaj dhe të gjitha skuadrave që kanë marrë pjesë në këtë kompeticion. Tema është shumë interesante, sidomos për mua është herë e dytë që e bëj këtë debat dhe sërish po mbaj anën e kundërt të opozitës. Okej, pas kemi të dy. Fillimisht po e nis me një thënie. As pak e çuditshme për mua sepse unë preferoj gjithmonë që të nis me thënie. Po kësaj radhe nuk po zgjas thënien e një filozofi, po thënien e një personi që për vendin tonë ka qenë drita e diturisë, siç e quante dhe ai. Drita e diturisë përpara do të na shpjer. Vazhdoni bitë në rrugën e dijes. Këto janë dy vargje, një nga Naimi dhe një nga Samiu, dy nga poetët më të njohur të vendit, jo vetëm të përmetit tonë të dashur, por të gjithë vendit. Pse nisa pikërisht me këto? Dituria patjetër që është një koncept relativ. Dhe si tillë në ditët e sotme në shtetrimin e sotëm ka ndryshuar i gjithë perceptimi i saj. Ju do të thoni se inteligjenca artificiale është një lloj diturisë, një lloj avancuar i diturisë. Po ne personalisht nuk bashkohemi në disa pika me këtë gjë. Inteligjenca artificiale ndoshta mund të jetë krijuar nga njerëzit, po një ditë ka për të na marrë, do të na bëj rob. Pse i them diçka të tillë? AI është zgjatimi i mendjes sonë. Ndoshta e krijuam ne, po një ditë
ka për na marrë ajo në dorëzim, pse bazojmë dhe ku e them diçka të tillë. Në momentin që ne japim kaq shumë kredenciale, japim kaq shumë mundësi një platformë diçkaje të tillë, mos prisni që nga hiqja të vazhdoj të shndrojë të tillë. Ne dim shumë mirë se inteligjenca artificiale po I kalon kufit, po arrin të paimagjinueshme dhe si e tillë, patjetër që një ditë do të na marrë të gjithëve. Faleminderit. Të falenderoj Pamela për argumentin tënd dhe do doja të vazhdoja këtë rrjedhje e thënieve duke thënë që dia është një rrugë që ka fillim por nuk ka fund. Dia mbaron vetëm në momentin që ne mbyllim sytë dhe vdesim. Dhe jam shumë dakord që çdo gjë është relative dhe asnjë gjë nuk është absolute, sepse dhe vetë inteligjenca artificiale është relative. Ajo mëson nga gabimet e saj. Ajo ka arritur në një fazë ku vetë aktualizohet. Dhe nëse ajo bën gabim sot, e mëson për të nesërmen. Gjyshet dhe qenia njerëzore e bën, ndoshta jo me supershiencë totale, por me supershiencë të brendshme. Gjithashtu, më vjen keq për qëndrimin tuaj pesimist në inteligjencën artificiale, pasi ne vërtet nuk është se japim mundësi inteligjencës artificiale nëse ne zhvillojmë atë. I japim mundësi vetëm se vetes son, të ardhmes son dhe të tashmes son, pasi ky inteligjenca artificiale bëhet vetëm për të mirën tonë. Le të marrim një shembull dhe le të kalojmë detra oqeane, le të lëmë kontinentin evropian dhe të shkojmë në Afrikë. Inteligjenca artificiale ka arritur të ndihmojë me programin IOT, I zhvilluar në Zvicër, kanë marrë të ndihmojë të korrat në Afrikë deri në 57%. Jemi shumë dakord që ndoshta njerëzit do ta bënin më mirë, por në këtë moment kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme, si për mua, si për ju, edhe si për afrikanët e tjerë. Nuk do të thosha që inteligjenca artificiale dominon, ajo ndihmon dhe gjithashtu është një instrument edukimi. Si një person që ka vuajtur nga ankthi, mund ta them që inteligjenca artificiale më ka ndihmuar në kohrat e mia ndoshta më të këqija, ku nuk më bëhet të shkoja në shkollë, nuk më bëhet të merr ato leksionet nga mësuesit dhe ndoshta nga 30 nxënës të tjerë që më shihnin vetëm mua kur po flisja. Por isha në shtëpi, ndoshta në radhën tim, qetësim time dhe merrja po të njëjtin edukim kualitativ. Të faleminderit. Të falenderoj për argumentat që parashtrove dhe pikërisht çështja e ankthit që sapo thash, një temë pak e njohur për mua, jo personalisht, por nga bashkëmoshatarët e miq të shumë të afërt, të cilët janë shprehur për një problematikë të tillë. Po në dallim nga ose nga bashkëmoshatarët tuaj të cilët kanë zgjedhur inteligjencën artificiale, ata kanë zgjedhur komunikimin ballë për ballë. Kanë zgjedhur që mos lejojnë atë inteligjencën artificiale të bëjë dominancë. Pse e them këtë gjë? Sepse ka edhe pak pjesën që inteligjenca artificiale nuk shkakton dominancë. Është një shprehje. Aty ku nuk ka më rrezik, fillon arroganca. Edhe inteligjenca artificiale ndoshta nuk është një njerëz që të ketë ndjenja dhe ta bëjë diçka të tillë, po ku dihet, ndoshta ndodh. Me ato çka kemi parë, pse jo? Ne nuk jemi pesimist, si që thatë në krye të herës. Përkundrazi, ne jemi realist, ne zgjedhim që mos ta shohim gotën as gjysmë plot, as gjysmë bosh, po ta shohim ashtu siç është. Ashtu siç është realiteti, pa ndryshuar as pak të vërtetën. Atëherë, të kalojmë në disa çështje të tjera sepse nuk dua të kapem vetëm në diçka. Një nga dukuritë që po ndodh në ditët e sotme, që ka shkaktuar probleme permanente të gjithë, është bullizmi kibernetik. Ju do të thoni çfarë lidhje ka inteligjenca artificiale me diçka të tillë, po ju vetë thatë se ju kanë ndihmuar që të anashkaloni gjitha të pjesën e ankthit, po shumë të rinj të tjerë si ju ndoshta kanë bërë diçka të tillë dhe në një farë forme janë nxitur që të mos marrin atë anën pozitive që ka dashur të shprehë inteligjenca artificiale, po ta kish kuptuar dhe ta shtrembojnë gjithë të vërtetën. Mos harroni atë rastin që ndodhi para shumë kohësh, një rast fatkeq që unë personalisht ndjeva shumë e lënduar, shumë e trishtuar se si një vajzë 17 vjeçare, një bashkëmoshatare imja, zgjodhi vetvrasjen. Ndoshta shkaqet kanë qenë të ndryshme, po bullizmi dhe ky zhvillim i madh teknologjik që po ndodh ditët e sotme ka patur, mos të themi, mbi 50% ndikimit në këtë gjë. Unë nuk jam kundër inteligjencës artificiale për përdorimit të saj, por jo të na mbizotroj ajo. Faleminderit. Më vjen mirë Pamela që jemi në të dy në të njëjtën mendje, sepse patjetër as grupi jon nuk ka asnjë mendim që inteligjenca artificiale të na dominojnë edhe. Më vjen keq, por duhet t'ju japim përgjigje. Unë me vërtet kam qenë me ankth, por nuk ka qenë inteligjenca artificiale apo cyberbullying ajo që më ka sjellë këtë problem ose këtë ndjesitë vetësime, sepse dhe në fund të ditës cyberbullying nuk menaxhohet nga kompjutera, por nuk del tableti aty që të shkruhet dhe të shkon në pjesën e komenteve apo të bëj fotot tuaja të këqija dhe me vërtet i postoj apo të zgjedhim me të vërtet që t'i ndaj me të tjerët. Jemi vetë në njerëzit.
Dhe ndoshta ky është një debat tjetër që duhet bërë për një ditë tjetër, sepse cyberbullying nuk është me të vërtet përgjegjësia kryesore e inteligjencës artificiale, është përgjegjësia vetë e jona njerëzve. Le të vazhdojmë me rrjedhën e logjikës dhe rrjedhën e debateve. Ju ndoshta mund të thoni që inteligjenca artificiale që është shumë futuristike, ndoshta do të na shkaktojë probleme si ne nuk do kemi më vende pune në të ardhmen tonë. Atëherë, më lini t'ju jap një studim të bërë nga Qendra Europiana që vetëm në vitin 2024 janë hapur rreth 16 milionë vende pune në Europën tonë të dashur, mbi në pjesën e cyber security, në pjesën e data science analyst dhe në pjesën e inteligjencës artificiale. Tani, pothuajse çdo zyrë ka nevojë për një ekspert në inteligjencë artificiale. Dhe çfarë sjell kjo? Kjo sjell një 33% shtim të ekonomisë vendase dhe sjell vetëm të mira materiale, sjell lehtësira në fushat që nga mjekësia, që nga ekonomia, që nga drejtësia deri te arsimi dhe mos harrojmë fushën e pensioneve. Ne kemi tani aplikacione që na bëjnë lehtësia të mundshme, si Albania, kemi aplikacione të ndryshme që informacion nëse duam, ne kemi vetëm një hap larg nesh. Le të jemi realistik dhe le të mos mendojmë gjithmonë me një gjykim pesimist se si ne mund të bëjmë diçka më të mirë, sepse për momentin kjo është më e mira e mundshme. Ju faleminderit. Të falenderoj. Po kam një pyetje, mos ndoshta pas zgjedhëm që të ndërtojmë orën e gabuar për të lidhur me bregun e duhur? Pse e them këtë? Nuk duhet ta shohim çdo gjë si bardhazi. Pavarësisht se AI mund të jetë një mjet që vërtet na ndihmon, sipas studimit të vitit 2023 i bërë nga Harvard, mbi 82% e punonjësve përdorin AI në mënyrë të pashëndetshme. Të them të drejtën, jam e sigurt se shumica e debatuesve që ndodhen në këtë sallë apo dhe gjithë personat e tjerë kanë përdorur të paktën një herë si një mjet ndoshta që nuk mund të ketë ndihmuar, por e kanë përdorur në mënyrë të pashëndetshme. Ju përmendët se AI nuk i falsifikon fotot. Ku bazoni për diçka të tillë? Nuk keni njohur gjë me deepfake-un, që njerëzit civilizuesit i përdorin për të falsifikuar fotot ose videot? Atëherë, le të marrim disa aspekte të tjera, ekonomia. Ju thasë se do sillte një zhvillim të madh ekonomik, por mos harroni se një ditë ndoshta atë punën që kjo juri po bën, që gjithë ne në sallë, gjithë në societan, gjithë profile nga më të ndryshme do zvendësohen nga robotët, nga teknologjia. Çfarë do ndodhë në atë moment? Do të lëhet krahu i punës, do të lën paga, do të lëhet krahu i punës, do ketë shumë problematika dhe këto janë një rrjedhshmëri që sjellin probleme. Diçka tjetër, një aspekt tjetër është pjesa se AI mund të jap shumë të dhëna të gabueshme. Ju përmendët se bëra të pjesën e zgjedhjeve. Ndoshta ka ndodhur në shkollën tuaj diçka e tillë, për një rast nuk mund të sjell ndryshimin. Ajo është diçka simbolike. Në këtë moment ky rast që ju përmendet është thjesht një, ndoshta në 1 milion, në 1 miliard, po ka shumë raste të tjera që hedhin poshtë këtë. Ju falenderit. Tek sa i afrohemi fundit të debati, mua më vjen keq që për të tretin raund dëgjoj të njëjta përgjigje, dëgjoj të njëjta argumente, dëgjoj të gjithmonë një mënyrë pesimiste të menduarit dhe një perceptim ndoshta të gabuar dhe jo europian apo futuristik. Me të vërtetë shoqëria ka treguar gjatë 100 viteve të fundit se ne vazhdojmë, ringrihemi që nga luftrat, që nga problemet, që nga sëmundjet, siç e pande tek Covid-19, që ne ringrihemi dhe gjejmë gjithmonë mënyrën për të ringjitur dhe për të vazhduar më tej. Dhe inteligjenca artificiale është pikërisht mjeti që neve na ndihmon të vazhdojmë më tej. Ju na thatë që ne e shohim bardhëzi. Ju na thatë që ne e shohim gotën gjysmë plotë ose gjysmë bosh. Jo, ne jemi realistik, ne flasim me fakte, të gjitha ashtu siç janë. Ju thatë që një herë mund të jetë kapur një foto në mënyrë të paduhur ose mund të jetë edituar me inteligjencë artificiale. Por a mendoni ju që ka një njeri pa inteligjencë artificiale ose pa ndihmën e makinerive mund ta rikthejë këtë foto, mund të gjejë provat e duhura? Jo, do të jesh shumë më vështirë. Gjithashtu bët paralelizmin se si mbas disa vitesh kjo juri mund të mbas vendet e tyre ose ne mund të kemi përdorur inteligjencën artificiale në mënyrë të pashëndetshme. Okej, e pranoj, jam unë i pari që mund të kemi përdorur një herë në mënyrë të pashëndetshme, por kjo një herë nuk duhet të hedh poshtë ato 1001 herë që unë kam përdorur në ndihmë time, në ndihmë familjarëve të mi, ndoshta si një bazë për të kërkuar dhe me të vërtetë ne teksa e afrohemi në fund të debatit duhet të them dhe duhet ta theksojmë fort që siç thoshte Nietzsche i madh, njeriu është i pari dhe askush nuk deton për njeriu.
Me të vërtet, inteligjenca artificiale, siç thotë dhe në temë, është një mjet përditshmërie që përdoret për ne dhe ajo asnjëherë nuk ka dëshmuar që më ngrihet kundër nesh dhe gjithmonë ka qenë në kontrollin tonë. Prandaj do të sugjeroja në këtë fund debati, le të shohim të ardhmen, le të mendojmë për ne, le të mendojmë për fëmijët tanë dhe për të ardhmen dhe për gjithë të mirat që na kanë ardhur dhe do të vazhdojnë na vinë nga ky zhvillim fantastik. Faleminderit shumë. Të falenderoj shumë për gjitha këto argumente që ke thënë shumë kryetare, patjetër që i vlerësoj në maksimum. Atëherë, do ndalem pak te fusha ime, ndoshta nuk është aktualisht, por që në një tarë metafër të jeni të sigurt që do më gjeni në ato institucione më të shëndetësisë. Në qoftë si në mjekë e ardhshme që e planifikoj veten, nuk do doja asnjëherë që inteligjenca një ditë më zgjunsonte mua. A e dini se kompani në vende si Franca kanë zgjedhur që të trajnojë AI-n që të bëjë punën e tyre dhe jo që të punsoj njerëz që ta bëjnë ato. Çfarë do thotë kjo? Ndoshta një ditë unë mbaroj të gjitha studimet për degën e mjekësisë dhe nuk më ngrihet për asnjë punë sepse në ato moment punoj në mendje të zëvendësuar. Për pjesën që thatë se u kanë ndihmuar me familjarë me të afërm, nga e dini se ndihmën që ka dhënë është e duhura. Unë kesh informacione të gabuara dhe janë kesh përdorur. Nga kush u siguron një diçka të tillë. Dhe për ta përmbledhur në fund, në qoftë se përmend të thënë në Nietzsche, ku njeriu është kryesori, që besoj gjithë bashkohemi te kjo gjë, unë do të bëja një krahasim duke u kthyer shumë pas në histori, se ndonjëherë filozofët të njohur thonë që historia e kaluara është si një urë që na shërben të shkojmë të ardhmen. Unë do thoya që ne njerëzit dhe inteligjenca artificiale, po të kthehemi pas në histori do jemi një përballje shumë e bukur, si përballja e Zeusit me titanët, ku djali ngrihet kundër të atit. Ju falenderit shumë, ju plotësoj të gjithëve dhe falenderit, fitoft më i miri. Që Julia të zgjedhë më të miri. Mirë, bëhemi gati, të marrim edhe rezultatin dhe të zbulojmë edhe gjysmën finalistin e radhës dhe të fundit përsa i përket këtij edicioni të Idibet. Fjala është për Jurin. Nuk e di kush do marrë fjalën i pari. Krisi. Sinqerisht më ka pëlqyer dhe kam shijuar shumë sidomos debatin e 2 literave në fund. Ju falenderoj shumë për gjitha emocionet që na dha të dy skuadrat. Ju falenderoj për argumentat, për mënyrën se si i parashtrohet argumentat, për racionalitetin apo dhe për emocionin që dhat. Ju uroj shumë suksese, e di që në këtë fazë në të cilën jemi dikush do largohet për në shtëpi, por jo për të mos u rikthyer më. Dhe do inkurajoja që kushdo që sot nga juve do lër këtë garë, të mos ta shohë si fundin e gjithë gjës, por jeni praktikisht në fillimet tuaja të këtyre debateve që janë shumë konstruktive, janë shumë të domosdoshme, janë shumë të mira dhe që i sillin dhe shumë gjëra pozitive shoqërisë sonë të sotme, e cila duket që në një farë mënyrë e ka humbur dëshirën e të marrit pjesë në të tilla debate dhe diskutime. Unë për shumë vitesh jam pjesë e rinisë dhe e njoh shumë mirë fushën dhe njoh dhe problematikat, dhe për mua juve që merrni pjesë në këto audicione apo në këto diskutime, në këto aktivitete të tilla, për mua jeni një mast dhe jeni një pikë shumë pozitive për të ardhmen e këtij vendit përmes jush. Kështu që ju falenderoj shumë për gjitha këto emocione që na dhat sot. Mirë, përgëzimet për realizimin e 2 debateve, ishin debate shumë të mira, edhe nivel grupi edhe nivel liderash. Në fakt kishte referenca, kishte dëshmi, kishte vjedhshmëri, kishte kthim përgjigje, gjë që e bëri debatin të ishte interesante dhe mos na mërziste edhe një që po e dëgjonim. Vetëm një kritik për të dyja ekipet, dhe një farë pike është sigurisht që ju kur keni atë kohën përgatitore shkruani një letër mendimet edhe çka mund keni përgatit, po do ju lutesha mos të vareni shumë te leximi i letrës. Pra mundohuni që të keni me pika dhe të diskutoni, sepse një nga vlerësimet e debatit është edhe rrjedhshmëria edhe si më thënë në folur në publik për vërteti edhe jo vetëm leximi. Kështu që kjo është një kritikë që duhet ta keni parasysh. Nga kjo garë nuk ka humbus dhe fitues, mendoj që
Mendoj që fakti që jeni në këtë përballje do thotë që jeni të dyja ekipet shumë të forta, edhe sigurisht që ndoshta diferenca shumë të vogla do bëjnë që një nga ju të kalojnë fazën tjetër dhe ekipi tjetër të marrë më të mirë në kësaj eksperience. Vetëm mendoni si një eksperiencë që keni zhvilluar mendimin kritik edhe keni njohur njerëz të rinj, sepse kampionati vazhdon, edhe ju nëse nuk do jeni në vitin tjetër në gjimnaz, po do jeni në arsim të lartë, do e keni si kujtim shumë të mirë, dhe ka dhe kampionate debatin universitare, ka debate kampionate tjera, kështu që ju sapo keni filluar rrugën e të qenit qytetar shumë të mirë të qytetit edhe të vendit tuaj. Shumë faleminderit. Kam aq shumë gjëra për të thënë në fakt, po çuditërisht tani nuk them dot më asgjë. Më lejoni t'ju them një faleminderit shumë madh për debatin që na dhuruat. Mund të them me shumë sinqeritet që ishte një nga debatet më të këndshëm deri tani, sepse na presin edhe 2 ditë shumë intensive dhe ndoshta me rezultate edhe më të mira. Do kërkoja që të dy skuadrave, po sidomos skuadrës e cila vijon garen, që të ketë parasysh menaxhimin e emocioneve. Ja u përmendi edhe Glindi, keni parasysh, mos lexoni, ju lutem, mos lexoni gjatë gjithë kohës, mos bani qëndrimin me kokën ulur, mos jini gjatë gjithë kohës duke shkruar letra dhe duke dhënë kur tjetri është duke folur, sepse rrezikoni ta pengoni siç ndodhi 2 herë. Do ju kërkoja që po ashtu të zhvilloni pak dhe të punoni pak më shumë me fjalorin. Mos përmendim gjatë gjithë kohës të njëjtat fraza. Dhe referenca, ka shumë pak referenca. Mundoni që të dilni përtej asaj. Do ju them tani pikët, ose do ju them tani kush është nga skuadrat e cila kalon në fazën tjetër, por para se t'ja u them këtë, e kemi përmendur nga fillimi deri në fund, duket edhe nga zëri im shumë linear, që ridebate është nga formatet e vetëm në Shqipëri që na mundson një të menduar kritik. Sigurisht formati është i tillë që do që njëra nga skuadrat të shkojnë fazën tjetër, duke u nisur nga një sër komponentesh të cilat ne si juri vendosëm, na besoni që edhe ne si juri nuk e kishim të lehtë, sepse debatet e mira prodhojnë diskutime të shumta më pas sidomos. Sigurisht në 1 minutë ne nuk mund t'i themi gjitha gjërat që kemi në mendje ose gjitha gjërat që ne duam të themi, por në 1 minutë ne arrim të nxjerrim një ekstrakt. Ndoshta unë po e kaloj tani 1 minutë shëntim dhe nuk dua asesi. Do të them që me një diferencë shumë të vogël pikësh, kalon në fazën tjetër Gjimnazi Petronini Luarasi. Por, dua t'ju them që shprehjet që kanë përdorur sot ishin shprehjet më të bukura që janë përdorur deri tani në ridebate. Faleminderit Gjimnazit nga Përmeti që na ndorojnë pjesëmarrjen e tyre në këtë edicion. Është hera e parë që Përmeti vjen në këtë fazë, pra eliminatore, edhe pastaj në çerek finale, kështu që është një arritje padyshim e rëndësishme për sa i përket historikut dhe pjesëmarrjes tuaj në ridebate. Ridebate, sikur se e thanë edhe Juria, nuk përfundon këtu, sepse ne do të rikthehemi edhe vitin që vjen me edicion e ardhshëm, uroj, shpresoj. Kjo varet nga ata që duan debatin e mirë dhe konstruktiv. Ne do bëjmë të pamundurën si staf për ta realizuar edhe vitin që vjen, kështu që le të shihemi. Sukses e skuadrës së Petroninit që kaloi edhe këtë fazë, të shihemi nesër padyshim për debatin e radhës. Por mos harroni që ridebate përveç se atyre 3 çmimeve të para, ka edhe një çmim tjetër që është ai i debatuesit më të mirë, që nuk janë për të vlerësuar asnjëherë dhe vlerësimet që bëhen, se çmimi mbetet simbolik, por vlerësimi që i bëhet gjithë secilit nga ju për atë çfarë ka dhënë në kampionatin kombëtar debatet si çdo edicion që kemi pasur. Mirë, faleminderit. Pamela, do të thoshte diçka? Po? Atëherë edhe pse ne po ndërpresim të rukëtim këtu, fillimisht do t'ju uroja shumë sukses në gjimnazit tjetër, ishit shumë mirë të përgatitur, edhe do thoja diçka, fitoria më e madhe është të pranosh humbjen. Edhe ne ndoshta nuk po them që e pranoj humbjen se nuk është një humbje, por mua personalisht se jam ende në vit të parë, edhe kam edhe 2 vite të tjera që kam mundësi të marr pjesë në këtë gjë. Kështu që jo.
Neve u qetësuam nga që do të kemi edhe vitet që vjen. Siç ishte një kënaqësi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Mirë, kjo fazë e debatit mbyllet në mënyrën më të mirë të mundshme, sikurse e tha dhe Pamela. Do të shihemi nesër për sa i takon fazës gjysmëfinale. Gjysmëfinalistët, sikurse mund ta kemi kuptuar edhe nga ajo çfarë kemi ndjekur përgjatë ditës së sotme, janë Sami Frashri, Ari Fulc, Shkolla Petronini Luarasi dhe Shkolla 28 Nëntori nga Shkodra, që do të kenë përballjet respektivisht ditën e nesërme dhe do të caktohet edhe se cila do të jetë finale e vogël dhe e madhe për të kuptuar se cilët do të jenë fituesit dhe kampionat e këtij edicioni të ri debati. Faleminderit edhe një herë, mirupafshim.